Përshëndetje të gjithëve. Sot në kuzhinën time do përgatisim një pjatë të veçantë dhe plot shije. Janë linguini me gafore, një recetë e thjeshtë, por që duket si në restorant dhe ju siguroj që do t'ju pëlqej të gjithëve. Fillojmë nga puna. Në fillim do vendosim gaforet të ziejnë, do t'i mbyll në tenxhere me presjoni, pasi gaforet janë shumë të forta dhe në tenxhere ato zbuten pak. I shtova thjesht ujë, i mbyll në tenxhere me presion dhe i lë për 20 minuta. Këtu kemi 2 thelpinj hudhër. I presim në pjesë të vogla dhe i vendosim në një tigan të thellë. Shtojmë edhe vaj ulliri. Presim 2 speca me ngjyrë shpejt e shpejt. Pasi hudhra nuk duhet që të skuqet, por thjesht të filloj ai vaj të bulzoj. Presim edhe specin e kuq. I shtojmë në tigan. Në këtë moment rrisim temperaturën e sodës. Presim disa domate pomodorini në 4 pjesë. I shtojmë domatet në tigan. Një përzierje të mirë. I vendosim kapakun që domatet të shpërbëhen. Edhe gaforet kanë zier, i kemi gati. Në salsën e makaronave nuk mungon asnjëherë salsa e domateve. E përziej mirë. I shtojmë edhe 50 ml verë të bardhë. Ndërkohë unë kam vendosur edhe ujin e makaronave për të zier. I shtoj një lugë të çajit ose të gjellës me krip dhe 400 gram me makarona linguine. I vendosim në zjarr, i ziejmë aq sa shkruhet në paketim. Edhe alkooli i verës ka avulluar, e bashkojmë me gaforet. Marrim edhe pak nga lëngu i gaforeve, që salsa të bëhet më kremoze. I vendosim kapakun të bashkohen shijet për 2-3 minuta. Dhe është momenti për ta rregulluar me krip dhe piper të zi. I përziej mirë. Edhe makaronat kanë zier në këtë moment. I bashkoj me salsën. Natyrisht duke i kulluar. Ka disa pjata që nuk janë vetëm ushqim, por janë një kënaqësi, aromë dhe dashuri në çdo kafshat. Ndaj dhe sot kjo pjatë me linguini është e thjeshtë në përgatitje, por me një shije që të kujton restorantin Pushtetit. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të bëni like dhe të abonoheni në kanalin Pasion Kuzhine për më shumë receta të reja. Me dashuri nga kuzhina ime.